Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, paqja e Krishtit dhe dashuria amërore e Zojës së bekuar qofshin gjithmonë me ju. Ju përshëndesim në këtë çast lutjeje dhe meditimi shpirtëror në emisionin ton kushtuar litanive të Zojës së bekuar. Sot do të ndalemi para figurës së Marisë si Virgjëra e nderueshme, asaj që hyje e lartësoj mbi të gjitha krijesat dhe që brezat e quajnë të lume. Përmes reflektimit që do të dëgjojmë, jemi të ftuar të sodisim bukurinë e jetës së panjollë të Marisë, nderimin që apostujt dhe besimtarët kishin për të, dhe dashurinë që vetë hyi tregon ndaj nënës së birit të tij. Në një botë ku shpesh mungon respekti dhe shenjtëria, Maria na mëson urtin, përvujtrin dhe besnikërinë ndaj Zotit. Ta hapim zemrën tonë ndaj hirit të hyjit dhe ta lutim Zojën që të na udhëheqë gjithmonë drejt Jezusit. Kombe nga lart do të vinë te ti, do të sjellin dhurata dhe do të adhurojnë Zotin e ty dhe do të çmojnë tokën tënde si të shenjtë. Sepse ata do të thërrasin emrin e madh në ty, të mallkuar do të jenë ata që të përbuzin, do të dënohen ata që të blasfemojnë, dhe të bekuar do të jenë ata që të ndërtojnë. Të lumë janë të gjithë ata që të duan dhe që gëzohen në paqen tënde. Me çfarë nderimi do të mblidheshin apostujt dhe besimtarët rreth Zojës son, dhe si do të rritej nderimi i tyre për nënën e Zotit ton, ndërsa ajo përparonte në moshë. Të gjithë e dim ndjenjën e respektit që na zgjon pamja e dikujt që është plakur në shërbim të hyjit. Si dëgjojmë dhe i mbledhim fjalët që dalin nga buzët e tyre. Si i vëzhgojmë me dashuri hapat e tyre të pasigurt dhe trupin që përkullet gjithnjë më shumë nga vitet, dhe pyesim veten sa herë i shohim se sa gjatë do të na jenë ende pranë, nëse kjo do të jetë hera e fundit që do të kemi hirin të bisedojmë me ta. Të tilla mendime dhe ndjenja duhet të kenë pasur apostujt, ndërsa vitet kalonin dhe ata shihnin nga shkëlqimi gjithnjë në rritje i shenjtërisë së Marisë, se trupi i brisht nuk mund ta mbante më gjatë atë shpirt të përfshirë nga dashuria e zjarrt. Por se së shpejti ai do të çlirohej nga lidhjet toksore dhe do të fluturonte drejt atij, prej të cilit të ndahesh ishte më keq se vdekja. Por Maria nuk ishte objekt nderimi vetëm në moshë të shtyrë. Shkrimi i shenjtë na thotë se pleqëria e nderuar nuk është ajo e kohës së gjatë, as nuk matet me numrin e viteve, por urtia e njeriu të shthinja dhe jeta e panjollë është pleqëria. Lexojmë tek libri i Urtisë, kapitulli 4. Jeta e Marisë kishte qenë e panjollë që nga çasti i parë i ekzistencës së saj, dhe e mund ta përfytyrojmë lehtë me çfarë nderimi të dashur prindërit e saj, Shën Joakimi dhe Shën Ana, e sodisnin fëmijën e tyre të dashur, mënyrat e së cilës ishin kaq të bukura, dhe tek e cila dhuntia e urtisë ishte zhvilluar në mënyrë të mrekullueshme. Në të është fryma e urtisë, dhe ata do të habiteshin si të afërmit të gjon pagzuesit foshnjë, duke thënë me njëri tjetrin: çdo të bëhet vallë ky fëmijë. Dhe Maria tani nderohet jo vetëm nga prindrit e saj, jo vetëm nga apostujt, jo vetëm nga një numër i panumërt njerëzish në çdo pjesë të botës, por nga mbar turma e madhe e të bekuarve në oborrin qiellor.
aq e madhe sa shëngjoni thot se askush nuk mund ta numëroj. Madje më shumë, nuk është e tepër të themi se ajo nderohet edhe nga vethyji. Na thuhet në librin e urtisë se ai sillet me krijesat e tij me nderem të madh, dhe nëse kjo mund të thuhet për to në përgjithësi, sa më tepër për të panjollën e tij, të zgjedhur ndër mira. Dante, duke folur për Zojën tonë që i ngres syt drejt qiellit, thot: "Li occhi da Dio diletti e venerati", që mund të përkthehet syt që vetë hyji i do dhe i nderon. Dhe si çdo bir i mirë që e nderon dhe respekton nënën e vet, kështu bëri Jezusi kur ishte në tokë dhe kështu bën edhe tani në mbretërinë qiellore. Prandaj të mos kemi frikë të ndjekim shembullin e tyre, duke u shqyer nderem të dashur për atë që është njëkohësisht mbretëresha dhe nëna jonë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati për qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjt hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjt një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nënë e hyit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildisht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka i beslidhjes. Loto për ne. Dera e qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi të pikluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës ruzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjona ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna e hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona,
por o Virgjra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jonë dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në për ndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues, po vim në fund të emisionit ton, kushtuar kësaj thirrje të litanive të Zojës së bekuar. Sot medituam mbi thirrjen Virgjëra e nderueshme, duke soditur madhështinë shpirtërore të Marisë dhe nderimin që qielli e toka i bëjnë asaj. Jeta e saj e pastër, dashuria e saj ndaj hyjit dhe afërsia e saj me njerëzit mbetën shembull dhe shpresë për secilin prej nesh. Le ta mbajmë Marin pranë në çdo ditë të jetës sonë, në gëzime e vështirësi, në lutje e heshtje. Ajo është nëna që na çon gjithmonë te Jezusi dhe që ndërmjetëson për ne me dashuri amnore. Faleminderit që ishit me ne në këtë kohë meditimi dhe lutjeje. Ju ftojmë të qëndroni gjithmonë të bashkuar me Zotin përmes lutjes, sakramenteve dhe dashurisë ndaj njëri tjetrit. Deri në emisionin e radhës, Zoti ju bekov dhe Zoja e bekuar ju mbroft gjithmonë. Virgja e nderueshme, luto për ne.